Ky është një moment i rëndësishëm, keni thënë në fushatën e vitit 2013, në fushatën e vitit 2017, fushatën e 2021 dhe tani në 2025, në kur kërkoni votën e shqiptarëve për të shkëputur nga e shkuara. Është e shkuara që nuk shkëputet nga ju apo ju që nuk shkëputeni dot nga e shkuara? Shkëputja nga e shkuara, dhe sidomos shkëputja nga e shkuara jon si vend edhe si popull nuk është një moment, është një proces. Dhe faktikisht zinxhirët e të shkuarës kanë qenë shumë të gjatë kur ne kemi marrë detyrën dhe sot ka mbetur një hallkë e fundit për të kputur dhe me hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian e shkuara është përfundimisht e shkuar dhe e ardhmja bëhet e sotme. A ka deklarata që nuk do doni të kishit bërë gjatë fushatave të së shkuarës? Nuk kam parasysh. Për shembull si ajo që nëse nuk e bën dot një punë për 8 vite mos e bëj më, apo deklarata për 24 orë ujë në ditë, deklarata të tilla. Jo, nuk kam asnjë problem me çfarë kam thënë. Kur kam folur për ujin e pishëm, kam pasur një tablo të caktuar përpara. Dhe kur kam filluar punën me skuadrën time për ujin e pishëm, kemi parë se situata ishte edhe më keq se sa që ne mund ta shikonim nga jashtë, por ama sot kemi faktet përpara që nga një vend që kishte vetëm 4 zona urbane me 24 orë ujë, kemi një vend që ka 43 zona urbane, 98 zona rurale, ka 11 zona tjera që janë sot që flasim në kantier, dhe mbeten dhe 5 zona të fundit që i përkasin mandatit 4. Kështu që arsyeja pse këto lloj ngacmimesh apo këto lloj spotesh që përdoren për të treguar që ky ujë i pishëm është një zotim i pambajtur, nuk funksionojnë, është sepse populli, njerëzit e dinë se e kanë të çezma. Kështu që pikërisht pse pjesa më e madhe e shqiptarëve sot e kanë ujin në çezëm, rezulton pastaj që pjesa më e madhe e shqiptarëve mendojnë që vendi po shkon drejtimin e dur, siç e tregojnë të gjitha sondazhet e pavarura që bëhen në të gjithë televizionet, dhe mbështetja më e madhe është përsëri për Partinë Socialiste. Zoti Rama, sipas raportit botëror të lumturisë së Kombeve të Bashkuara, Shqipëria rezulton si një nga vendet më të palumtura në Europë. Pse pikërisht fushata elektorale mori pamjen e një fushat talljeje, ironie, sarkazme mes kundërshtarëve tuaj politik? Ku lidhet me lumturinë kjo? Mbase shqiptare duke parë për shembull vallet apo ato zonjat e Kolonjës që kërcenin me këngën e Bufit apo gjëra të tilla, mbase ndjen më të lumtur gjatë fushatës elektorale, mos është një lloj kontributi që jepet. Unë hyj tek ata dhe fatkeqësisht jam pakic edhe në mjedisin politik dhe mjedisin mediatik, që mendoj se shqiptarët janë më të zgjuar se unë, populli është më i mençur se unë. Dhe pikërisht se e respektoj shumë mençurinë e këtij populli, jam edhe shumë i vëmendshëm për çfarë flas edhe për si i transmetoj gjërat që bëj ose gjërat që dua të bëj. Dhe në fund fare rezultati tregon që jeni ju gabim, jo populli. Ju nuk merreni me jetën personale të kundërshtarëve tuaj, por këtë nuk mund të themi për bullizimin. Bullizimi është një plagë që është një luftë e hapur në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Bullizimi, patjetër. Çfarë shembulli doni të përçoni me retorikën që përdorni? Po më tregoni mua një shembull bullizimi për shemb. Por fjala çyri, kaotik, net, buf, janë fjalë të cilët duhet i ndajmë. E para punës një herë satira